Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i ka sfiduar partitë deri tash në opozit që ta votojnë kryetarin e kuvendit dhe ta testojnë atë nëse i ka votat për qeverinë, për çka përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur dyshime. Në një intervistë në transmetuesin publik, Kurti tha se do të ishte fitore e partive opozitare, po që se votojnë kryeparlamentarin dhe vetëvendosja nuk e krijon shumicën për ta formuar qeverinë. Por deputetët nga partitë opozitare e sfiduan Kurtin që ta ndryshojë emrin për kryeparlamentar dhe ta testoj ai opozitën se ai qëndron fjalës për votimin e kandidatit konsensual. Ka parti politike të cilat kanë deklaruar që do të votojnë kandidat të tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Ky është kompromisi politik. Kjo është marrëveshja politike. Nëse ti dëshiron ta zgjedhësh kryetarin e kuvendit që ta nisësh orën demokratike, shko urdhërote ato parti politike që të kanë ofruar madje edhe emra. Testojt ashti ata. Pse po kërkon të testojnë ty, testojt ti ata. Ta shosh nëse kanë të mirëqenë propozimin për 2 kandidate gra madje. Nuk mund t'i ketë votat për qeverinë, të mos i ketë votat e njëjta për kryetarin e kuvendit. Në intervistën e dhënë të martën mbrëma, Kurti deklaroi se PDK-ja minimalisht duhet të qëndrojë edhe një mandat në opozit. E në PDK nuk komentuan mbi këtë deklaratë. Nuk i komentoj dëshirat e deputetit Kurti. Kurti gjithashtu tha se marrëveshja me nismën socialdemokrate nuk u arrit për shkak të kushtozimit të saj për ta marrë pozitën e kryeparlamentarit, post që sipas tij nuk i takon një partije me 3 deputet. Por ndryshe mendon njëra nga 2 bashkëpunëtorët e Fatmir Limajt në kuvend. Sa i përket çështjes se numrat e përcaktojnë vlerën se duhet tjetë apo jo një autoritet në krye të pozitave shtetërore, unë për veti personalisht e konsideroj në Kosovë nuk kanë qenë gjithmonë numrat që e kanë përcaktuar rëndësinë, mirë po peshën që ka një lider. E në këtë drejtim zoti Limaj dihet që ka dhënë një kontribut të çmueshëm. Kurti, duke ju referuar Limajt, tha se komandant Çeliku ja mundësoi AAK-s ta kaloj pragun. Besoj që po del Kurti i vërtet, i cili formën vetë tani në pushtet, i ndron fjalët e veta. Haradinaj tha se Kurti e ka angazhuar koalicionin Vlen të Maqedonisë së Veriut për ta siguruar votën e deputetit nga komuniteti Goran Adem Hoxha, që synon t'i bashkohet grupit të deputetëve të AAK-s. Me 10 njerëz të Vlenit Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktu Adem Hoxhën, me kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Nga grupi multietnik pos Adem Hoxhës, Kurti nuk ka arritur marrëveshje edhe me 2 deputet, Duda Baljen e Veton Berishën.